Përshëndetje, quhem Rutina Mehmeti, jam shef e sektori për kundravajtjet rrugore në Policinë Bashkiake dhe ditën e sotme, gjatë orarit të punës, kam konstatuar një portofol përpara drejtorisë së Policisë Bashkiake, të cilin kam njoftuar menjëherë zyrën e informacionit dhe është bërë e mundur që në një kohë shumë të shpejtë të gjendet qytetari i cili ka humbur portofolin. Është një qytetar italian i cili është njoftuar dhe pritet që t'i dorëzohet portofoli së bashku me vlerë monetare në brendësi dhe dokumentacionet e tij. Çfarë mesazhi sensibilizues do të jepni të gjithë qytetarëve që hasin këtë aspekt? Të gjithë qytetarëve do të jepja të njëjtin mesazh që në momentin që mund të konstatojnë portofol apo sende të humbura, ti deklarojnë në Policinë e Shtetit apo në një zyrë shtetërore, sepse kjo është një gjë pozitive. Tani